Krejt faktet janë marrë prej kësaj kamere të sigurisë. Po, për fytym ka të më nalë frima, këtë s'mësh as me marrë frima, se di që është shtuar. Përveç që kesha qëto si kamerë. Në Prokurinë Themelore në Pej është duke përpiluar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Kemi ardhur prej Nacionales tek shtëpia e drejton Krasniqit, personit që në pamjet që i kemi publiku dje shihet duke u sulmu fizikisht prej 3 zyrtarëve policor. 2 prej zyrtarëve policor e mbajnë për duarsh, derisa një tjetër e sulmon pa mëshirshëm dritonin, i cili është me duar të lidhuna. Krejt kjo ka bo që këta zyrtarë policor me u arrestu dhe me u dërgu në ndalim 48 orësh. Krejt kjo ka ndodhur pasi që dritoni është dërgu në stacion policor, është marrë në pyetje si dyshum, por që familjarët e tij i kanë dorëzu provat në polici duke tregu se i njëjti është sulmu nga zyrtarët policor në momentin që është kanë duke u arrestu. Krejt faktet janë marrë prej kësaj kamere të sigurisë, e cila po të mos ishte këtu. Drejtoni sot me siguri do të ishte në burg, ndërsa zyrtarët policor kishin me qenë duke vazhdu me ushtru detyrën e tyre krejt normalisht. Kemi me bu një intervistë me drejtonin, edhe familjarët e tij na mbrapa kamerës kanë thonë për Nacionale që ky nuk është rasti i parë. Ata kanë thonë që 2022 ose 2023 drejtoni ka pas edhe një rast tjetër ku është sulmu prej zyrtarëve policor brenda shtëpisë së tij, ku nuk ka kamera, pra nuk ka evidencë dhe këta zyrtarë policor ende janë në përpozita. 3 zyrtarët policor që janë arrestu për rastin për dhunën që e kanë përdorur ndaj drejtonit janë Nezir Gashi e Neze Lezaj dhe Shkelqim Saliaj, të 3 zyrtarë policor në stacionin policor në Klin. Zyrtarëve policor që e mirë se më kanë sjell keq, nuk është hera parë kje, është hera dytë, si kanë dashur më mitë, herën e parë kanë kidnapuar, më kanë qenë burg, edhe herën e tjera kanë rrajt tjerë të do falë stekmet, se më kanë qenë burg, kanë kidnapuar 2 herë. Pi 2022-2023 i kom raportu të IPQ a kërkur së morëm ato me ato punë, edhe i kom thonë IPQ se janë kamera në stacion policisë, apo këtën, po i ka thonë, aja IPQ më ka bo së përbojnë kamera, ato nëse di që së përbojnë kamera në stacion policisë. Driton, herën e fundit dhe më thonë që ka ndodhur apo më kallëzën, ata kanë ardhur për një rast, apo, me të marrë me vete? Po, për me të marrë me vete. Po, shkaku që janë kamerat e sigurisë, ato vrejt që ti nuk reziston. Qa ka qenë biseda jote me policin, i cili vazhdon me ushtru dhunë? Ma boni polici, tha, shaj e bon, tha shunim kohë, thash, mi ka thuj dyrët, ja kom prish gomën e bicikletës. Ata këshin pas rajt, shakan rajt, ata shakan bo lafet me policion e zdi. Po, do më thonë fmit mitër, ju në kanë ata që i kanë sulmu dyrët këtu të shtëpia. Edhe të mitër ka pas edhe të maja. Po, edhe do më thonë, ti kur i ke tregu atina për çka ka ndodhur rasti, ai janë se... Unë thmit që kom prejk, po ato gomën e biciklës ja kom prish, e u këtën. Po. Edhe ka që konë edhe i morën shpetën, që ata vishë kurinor, thash ata, se ko, plet hajna kënina si po vjedhin, tha unë jem hajna, unë sta përmen aty jam një hajnë. Po. A u këtën se ty së në gjësë, se kom pa kur ato, se kom pa të vjedh, a u këtën, edhe se ki edhe uniform policisë, apo këtën që e di shka kanë bo ma parë, se më konë ushtarëve që kësë, tash nuk është biznisi jam shka është, po e din edhe gjykata. Po, qa po pret prej prokurorista? Unë e pres prokurorin speciale me marrë këtë seriosisht edhe me investuar krejt policë kush i ka dorë të linë IPQ-n, edhe pse se kanë marrë seriosisht ma përpara. Tash drejton do më thonë, a jetu vujt ende prej sulmit? Kam dhimje këto, apo këtën dhimje koke, po për fytym ka të më nalë frima, këtë s'mësh as me marrë frima, se di që është kom shtuar. Po, a ki shenja ende në trup? E kam, përveç që ke shenjë, qëto si kam jetë, po jo këni pasim kara, a këtën se... Po, deklaratat kër i mbon polici, kur të kanë marrë në polici, spari do më thonë të e konë si dyshum të u marrë në pyetje. Familjarët pastaj i kanë dërgu kamerat e sigurisë. Familjet jam e kanë dërgu ato kamerat e sigurisë dhe se ata kanë dashmu që para burgim, apo këtëm për sulm ndaj zyrtarit policor. Sulm ndaj zyrtarit policor dhe më bërgohë si herën e para, apo këtëm... Shkaku i hetimeve të kryera nga prokuroria deri më tash janë suspendu 3 zyrtarët policore dhe të njëjtit janë arrestu dhe janë dërgu në mbajtje për 48 orë. Aktualisht, në Prokurinë Themelore në Pej është duke përpiluar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Këtë kërkesë ku është duke përpiluar nga prokurori i shtetit, parashihet që për udhëhecin e patrollës, i cili ka ushtruar dhunë dhe ka t'i kaluar kompetencat zyrtare ndaj personit pandehur, është duke u përpiluar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit në kozgjate për 30 ditësh, ndërkaq për 2 zyrtarë tjerë të cilët dyshohen që në bashkëkryer kanë kryer këtë vepër penale, është duke u parashtuar kërkesa për arrest shtëpiak. Njëkohësisht kanë marrë autorizime shtesë Inspektorati Policor i Kosovës nga prokurori i shtetit, që të kryejnë edhe me frime tjera hetimore. Dhe siç e dini, dje kemi liruar viktimën, e kemi intervistuar në cilësinë e palës së dëmtuar.
Përveç kësaj i kemi intervistuar dhe 3 persona të dyshuar, në këtë rast 3 zyrtarë policorë, të cilët për momentin janë prapa kryerlar. Të jemi të sinqertë, fillimisht ata kanë shku për të arrestu për 2 vepra penale. Për veprën penale kanosje dhe veprën penale agjësimi apo dëmtimi pasurisë së huaj, për shkak të një incidenti që kishte pasur i pandehuri me disa persona të tjerë. Zyrtarët policor, pasi që kanë shkuar në vendin e ngjarjes, e kanë thirrë prokurorin e shtetit dhe kanë interpretuar se përveç të 2 vepra penale, i njëjti i ka sulmuar zyrtarët policor. Ka paraqitur ndonjë fakt zyrtarët policorë kanë pretenduar që janë të lënduar ose diçka? E kanë paraqitur një fakt disa pika gjaku në dorën e tyre, që kinse janë sulmuar nga i personi pandehur, dhe për këtë çështje është iniciuar edhe vepër penale me sulm ndaj personit zyrtar, për personin pandehur. Në momentin që është iniciuar kjo vepër, familjarët e të pandehurit i kanë sjellë edhe prova, domethënë kamerat e sigurisë, apo prokuroria ka kërkuar? Të jemi të sinqertë, fillimisht është njoftuar Inspektorati Policor i Kosovës, të cilët më njëherë kanë njoftuar prokurorin e shtetit, janë shkuar, janë siguruar ato prova, janë analizuar ato prova dhe besoj që nuk ka pasur shumë çka pamjet kanë kallëzuar gjithçka aty. Është revokuar vepra penale sulm ndaj personit zyrtar. Për 2 vepra të cilat i vjen në barë për personin pandehur, i njëjti do të hetohet dhe do të merren veprime ligjore ndaj tij, mirë po për keq trajtimin fizik gjatë prangosjes dhe nën pranga, zyrtarët policorë kanë kryer vepër penale, janë arrestu, janë ndalu dhe sot prokurori i shtetit, siç e potencova, është duke përpiluar kërkesën për caktimin e masës së parë burgimit për udhëheqjen e kësaj patrolli, i cili në vazhdimsi gjatë arrestimit dhe prangosjes ka ushtruar dhunë fizike ndaj tij, ndërkaq 2 zyrtarë tjerë edhe nuk kanë reaguar dhe njëkohësisht i kanë në bashkëkryer, e kanë kryer vepra penale të fshumit fizik ndaj tij. Sa i përket personit të pandehur dhe viktimës në këtë rast, që ka qenë viktimë e dhunës fizike nga zyrtarët policorë, a ka qenë një emër i njohur për drejtësinë? Domethënë, ka vepra penale të tjera në prokurori, pasi që kanë shkuar me arrestu për 2 vepra penale? Ka disa vepra. Mirë po, ajo që ka duhet ndahet me opinionin publik është se për të njëjtin kemi kërkuar disa ekzaminim psikik dhe njëkohësisht do të kërkohet edhe një ekzaminim psikik për personin e pandehur këtë rast që është shënduar viktimë. A ka pas prokuroria djeni domethënë për ndaj rast të mëhershëm ndaj këtij personi prej zyrtarëve policorë? Realisht ne nuk kemi pranuar denoncim të tillë prej tij. Mirë po ne e inkurajojmë që eventualisht qoftë ndonjë provë, çfarë do provë qoftë ajo, që mund të ketë pasur të kalim të kompetencave e as më pak dhunë fizike ndaj tij, dera prokurorisë themelore në Pejë është e hapur dhe siç kemi marrë masa në rastin konkret, do të marrim masa në gjitha rastet. Ne do të punojmë në mënyrë objektive, profesionale, pavarësisht institucionit dhe pavarësisht personave zyrtar apo kushdo që kryen vepra penale apo elementet e vepra penale të cilat bien ndesh me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.